Përfaqësuesja e Kosovës dhuroi një nga ndeshjet më spektakolare të viteve të fundit, duke triumfuar 4-3 ndaj Slovakisë në transfert dhe duke siguruar finalen e play-offit për Kupën e Botës 2026. Një përballje e çmendur, me ritëm të lartë, përmbysje dhe emocione pafund, që konfirmon rritjen e madhe të dardanëve në arenën ndërkombëtare. Golat për Kosovën u realizuan nga Veldin Hoxha, Fisnik Aslani, Florent Muslia dhe Kreshnik Hajrizi, por protagonizmi kryesor ishte pikërisht te dy autorët e parë, të cilët jo vetëm shënuan, por edhe dhanë mesazhe të forta për sfidën vendimtare ndaj Turqisë. Sulmuesi i Hoffenheimit, Aslani, pas ndeshjes u shprehi i lumtur për golin e tij, por theksoi se më e rëndësishmja ishte fitoria. Besoj që të gjithë golat kanë qenë shumë të rëndësishëm. Jam shumë i lumtur që shënova sërish, por më e rëndësishmja është që fituam. Besoj që do ta kallim stadiumin në ndeshjen e radhës. Do të jetë një përballje shumë e vështirë, si të gjitha deri tani, por ne do të japim maksimumin dhe në fund do të shohim rezultatin. Shanset janë aty, sepse ndeshjet me kombëtarët nuk janë të lehta për askënd. Nga ana tjetër, mesfushori Hoxha, i cili hapi serinë e golave në Bratislav, e cilësoi këtë si një natë të veçantë për Kosovën. Është një natë shumë e veçantë për ne. Jemi të lumtur që bëm një hap më afër botrorit. Kemi edhe një ndeshje përpara dhe mezi e presim. Është ndjenjë jashtëzakonshme të shënosh për vendin tënd. Jam shumë i lumtur që ndihmova skuadrën dhe shpresoj ta vazhdoj edhe në të ardhmen. Hoxha, që zëvendësoi të dëmtuarin Leon Avdullahu, foli edhe për sfidën vendimtare ndaj Turqisë. Turqia është një ekip shumë i mirë, por është vetëm një ndeshje dhe detajet do ta vendosin. Ne jemi gati dhe do të bëjmë gjithçka për të arritur në botror. Kosova tashmë është vetëm një hap larg historisë dhe me lojtarë në formë si Hoxha dhe Aslani, ëndra për një kualifikim historik në Kupën e Botës duket më e gjallë se kur. Finalja e madhe kundër Turqisë, ku varet edhe fati i Kosovës për në botror, do të luhet të martën, 31 mars, ora 20:45, në stadiumin Fadil Vokri, në Prishtinë. Kosova do të luajë të martën ndeshjen më të rëndësishme në historinë e saj, përballë Turqisë në stadiumin Fadil Vokri. Finalja e play-offit për kualifikimin në botrorin 2026 nis në orën 20:45 dhe pritet të jetë një sfidë vendimtare për dardanët. Pas fitores madhe në Bratislav ndaj Slovakisë, atmosfera në kampin kosovar është shumë pozitive. Sulmuesi Fisnik Aslani thekson se skuadra ka fituar vetbesim dhe është gati për këtë përballje historike. Atmosfera është shumë e mirë në ekip. Fitoria na ka dhënë vetbesim dhe ndaj Turqisë shpresojmë të bëjmë një ndeshje të madhe. Do t'i kemi tifozët pranë dhe synojmë fitoren për të shkuar në botror, u shpreh ai për Federatën e Futbollit të Kosovës. Aslani shton se favoritët vendosen vetëm në fushë. Nuk ka rëndësi kush cilësohet favorit. Edhe Slovakia dhe Suedia ishin të tilla. Ne do të bëjmë punën tonë dhe do t'japim maksimumin, pastaj flet rezultati. Ai pret një atmosferë elektrizuese në tribuna. Presim mbështetje të madhe nga tifozët. Ne do ta lëmë zemrën në fushë dhe bashkë me ta mund ta fitojmë këtë ndeshje. Në prag të kësaj sfide vendimtare, edhe portieri Arjanet Murić ka shprehur besimin maksimal te skuadra. Jemi gati dhe besoj se do të jetë një natë e bukur në Prishtinë. Do t'japim gjithçka për të fituar. Deri në fund asgjë nuk përfundon dhe tani gjithçka është në dorën tonë. E kemi merituar të jemi këtu dhe do t'japim maksimumin për fitoren, deklaroi ai. Gardiani i portës nuk harroi të falenderojë tifozët për mbështetjen e vazhdueshme. Mbështetja e tifozëve ka qenë e jashtëzakonshme. Kanë qenë gjithmonë pranë nesh dhe jemi mirënjohës. Shpresojmë t'i bëjmë krenar duke dhënë maksimumin në fushë. Kosova është vetëm një hap larg historisë dhe gjithë vëmendja është te përballja e madhe e së martës, ku dardanët synojnë të shkruajnë kapitullin më të artë të futbollit të tyre. Amir Rahmani ka qenë mungesa kryesore e Kosovës në ndeshjen ndaj Slovakisë, por edhe për finalen e play-offit kundër Turqisë.